ku shndron realisht pas Lilt, le ta zbulojnë gazetarët. Kjo skem duhet ndaluar. Kështu u shpreh ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, teksa ngriti publikisht shqetësime lidhur me projektin e terminalit doganor të Lilt në Shqipëri. Duke i qendruar pyetjes së Ahmetaj, rezulton se Lilt Shqipëria SHPK ka qenë duke operuar më herët nën emrin LVM Real Estate Investment me administrator Ermir Bajramin dhe Gzim Sylen. Ermir Bajrami është prej vitit 2022 zëvendës president i Lilt Kosova dhe Lilt Albania, ndërsa Gzim Syla rezulton drejtori financave dhe administratës së Lilt Kosova. Kalimi i LVM Real Estate Investment në Lilt Shqipëria është shoqëruar edhe me ndryshime në poste, ku brenda një periudhe 3 vjeçare administratorët kanë ndryshuar disa herë. Rezulton se LVM Real Estate Investment u bë Lilt Shqipëria në shkurt të vitit 2023. Asa kohe pati ndryshime në drejtim, ku Boris Lozik dhe Dalibor Bosnjak, të cilët ishin administrator, u larguan. 2 vite më vonë, në mars të vitit 2025, Lilt kaloi në administrim të Ermir Bajramit dhe Gzim Sylës. Në po të njëjtën periudhë, pati një sër ndryshimesh në pronarët indirekt dhe në përqindjen e pronësisë, teksa ardhja e Lilt ka ngritur dyshime dhe thashetheme mbi aktorët që qëndrojnë realisht pas tij. Deri tani, emrat e lartë përmendur janë ata të cilët u takon administrimi.